Të nderuar shikues, përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoal. Vendi ynë do të parashitet në ndikimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit, ku her pas here pritet zhvillimi i tyre, duke gjeneruar rrebeshje shiu, ku më të dukshme do të jenë në zonat veriore dhe qendrore. Gjithashtu parashikohet që deri vonë në mbrëmje vendi të mbetet me vranësira dhe shira, ku në zonat veriore, qendrore dhe pjesërisht në juglindje të territorit do të jenë në formë shtrëngatash, ndërsa natën vonë pritet ndërprerje e rreshjeve në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në mëngjes për ulje në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius vlera me ulët deri në 26 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Erë do të frymë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 55 km/orë nga drejtimi verior, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim 3 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoal, qarkullimi i masave ajrore nga veriu i Afrikës drejt brigjeve mesdhetare do diktoj kushte atmosferike edhe në vendin tonë, duke sjellë mbizotrim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta gjatë paradites, ndërsa orët e pasdites dhe në vijim do të sjellin kalim vranësirash të lehta nëpër të gjithë territorin, ku më të theksuara do të paraqiten në zonat lindore. Megjithatë, nuk do të ketë rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rriten në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius vlera me ulët deri në 29 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Erë do të frymë mesatare deri e fortë, duke arritur shpejtësinë maksimale 45 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 3 ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoal, vendet nordike si dhe rajoni i Baltikut do të vijojnë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me vranësira dhe rreshje të dendura shiu, ku her pas here shirat do të jenë intensive, duke sjellë përmbytje në shumë rajone. Po ashtu, Europa lindore dhe brigjet e Egjeut do të mbeten në ndikimin e vranësirave të shumta, duke gjeneruar rrebeshje shiu si dhe mini stuhi të forta ere, ndërsa e gjithë pjesa tjetër e kontinentit do të jetë në ndominimin e masave ajrore me origjinë nga veriu i Afrikës, duke sjellë mot të kthjellët dhe temperatura të larta. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Vazhdo të shihemi sërish nesër.